Vatikani i bëri të martë me dije se ceremonia funebre për Papa Franceskun që ndroi jetë një ditë më parë do të mbahet të shtunën. Udhëheqësi shpirtëror i katolikëve u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare si pasojë një goditje në tru, pasi rreth një muaj më parë doli nga spitali ku për 5 javë u trajtua për pneumoni në të 2 mushkërit. Funerali i tij, ku pritet të marrin pjesë mijëra persona, si dhe udhëheqës botëror që nga presidenti amerikan Donald Trump dhe deri tek ai Ukrainas Volodymyr Zelensky, do të nisë në orën 10 të 26 prillit në sheshin Shën Pjetër të Vatikanit. Arkivoli me trupin e pajet të Atit të Shenjtë, i cili me kërkesë të tij është bërë prej druri dhe zinku, pas kësaj do të vendoset brenda bazilikës së Shën Pjetrit, nga ku do të dërgohet në atë të Santa Maria Maggiores të Romës, në të cilën Papa ka kërkuar me testament që të jetë banesa e tij e fundit, duke u bërë kështu i pari pap në 100 vitet e fundit që do të varroset jashtë Vatikanit. Data për funeralin u vendos nga jashtë quajturi kongregacion i përgjithshëm i kardinalëve që u mblodh mëngjesin e së martës dhe i hapi rrugë procesit 100 vjeçar, që kulmon me zgjedhjen e papës së ri brenda një periudhe 3 javore. Po këtë të martë Vatikani publikoi dhe pamjet e para të trupit të pajet të Franceskut, të vendosur në arkivolin e hapur në faltoren e rezidencës Domus Santa Marta, ku Papa i ndjer jetonte. Që atje, mëngjesin e së mërkurës, ai do të dërgohet në bazilikën e Shën Pjetrit, ku publiku do të ketë mundësi të kryejë homazhe.